Etje për realitet, nga George Verwer. Ky libër vjen në shqip nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me leje. Për më shumë libra të tjerë audio në shqip, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit www.ibsh.al ose na vizitoni në faqen tonë në YouTube, Instituti Biblik i Shqipërisë. Hyrje, lam të mirë skizofreni. Askush nuk mund të thotë se ne të krishterëve na mungon ushqimi shpirtëror. Nëpërmjet përkujdesjes dhe besnikërisë së shërbëtorëve të Zotit, ne jemi të ushqyer, të mësuar, të inkurajuar, të përkëdhelur, të sistemuar, të përkrahur, të mjekuar në mënyrë të bollshme. Na rrethon një botë fetare me predikime, diskutime, artikuj gazetash, himne, mesazhe, libra, takime e konferenca, kur nëpërmjet pjesëmarrjes son mund të rritemi shpirtërisht. E megjithatë, po të jemi të sinqert, ne e dim shumë mirë se këto gjëra kanë shumë pak efekt në jetën tonë. Përse ndodh kështu? Nëse do të mendonin pak mbi këtë çështje, do të kuptonin se shumë nga ne janë duke jetuar në dy botë. Ne i kemi ndarë bindjet, aktivitetet dhe qëllimet tona në dy kategori. Në të parin vendosim eksperiencat tona besimtare, çfarë besojnë, çfarë këndojnë, për çfarë lutemi dhe çfarë mbrojmë nëpër debate, ndërsa kategoria e dytë përmban botën tonë të vlerave dhe veprimeve shekullare. Këtu hyn përdorimi i kohës son të lirë, veprimet tona për të bërë përshtypje njerëzve, qëndrimi ynë ndaj kolegëve që janë shumë të Zot ose më pak të Zot në vendin e tyre të punës se sa ne, dhe mënyra se si i fitojmë parat dhe si i përdorim ato. Ne i ndajmë rreptësisht këto dy botë. Dhe ndonë se turbull mund ta ndjejmë se diçka nuk shkon, nuk na bie ndërmend se jemi duke vuajtur nga një çrregullim i rënd, nga një lloj skizofrenie shpirtërore. Në kish, edhe her pas here mes miqve të krishterë, flasim për devotshmëri, angazhim, dorëzim, ringjallje, një jetë plot zjarr për Perëndin, dhe për shprehje të tjera të dashurisë dhe besnikërisë ndaj Zotit. Por fjalët dhe veprat e tyre korresponduese manifestohen pak jashtë mureve të kishës. Kjo kontradikt në gjirin e protestantizmit ka prodhuar pasoja më serioze nga ato që mund të pohojmë ne. Ka prodhuar burra me të cilët është vështirë të merresh vesh, gra të cilat e klasifikojnë veten në bazë të pajisjeve të shtëpisë së tyre dhe modës së rrobave që veshin, si dhe familje të tëra që bashkë me rrobat e tyre të së dielës veshin fytyra të qeshura kur vinë për disa orë në kish. Indjeri Tozer e komenton këtë situatë në librin e tij Për Perëndin dhe njerëzit, protestantizmi që ne njohim sot, prodhon disa të krishterë të vërtet. Por klima shpirtërore në të cilën lindim shumë nga të krishterët e sotëm, nuk kontribon për një rritje të fuqishme shpirtërore. Në të vërtetë, e gjithë bota ungjillore është e pafavorshme ndaj krishtërimit të shëndosh. Dhe këtu nuk kam ndërmend modernizmin. E kam fjalën më tepër për turmën besimtare të Biblës që mban emrin e ortodoksisë. Ne i bëjmë njerëzit besimtarë të një lloj krishtërimi të kalbur që pak kanë ngjashmëri me atë të dhjatës së re. I jashtëquajturi i krishterë normal biblik i kohës son, s'është gjë tjetër veç se një karikaturë e shenjtërisë së vërtetë. E megjithatë, ne hedhim miliona dollar në mbështetje të lëvizjeve dhe organizatave për të përjetësuar këtë formë të degeneruar të fesë dhe e sulmojmë personin që guxon të verë në pikpyetje urtësinë e gjithë kësaj. Gjithkund që shkoj, takoj të rinj që janë të vetëdijshëm për këtë ndarje të vlerave në të krishtera dhe shekullare. Shumë vetë janë bërë ateist dhe agnosticist për shkak të kësaj, ndërsa të tjerë kanë shkarë në gropën e indiferencës. Shumë të krishterë, duke përfshirë edhe udhëheqësit, ma kanë pohuar vetë se parimet e besimit të tyre kanë pak kontroll mbi jetën e tyre të përditshme. E megjithatë, shumë njerëz janë të etur për realitet dhe vështirësi në jetën e tyre të krishterë. Kam takuar një student të një seminari ungjillor, i cili ishte i pari i klasës në mësime.
presidenti i grupit të misionit të asaj shkolle dhe pastori i studentëve. Ndërsa po bisedonte me mua, ai më rrëfye se e njihte fare pak Zotin në zemrën e tij, por se gjithashtu digjej nga dëshira për një jetë të krishterë të kënaqshme. A është e mundur të jepet fund kësaj kontradikte? Të shërohet kjo skizofreni? A mundet Krishti të revolucionarizojë me të vërtetë jetën tuaj, në mënyrë që ajo jetë e qëndrueshme të jetë produktive? Përgjigjja është po. Unë nuk mund t'ju ofroj një formulë për të arritur këtë rezultat, por mund t'ju rekomandoj Krishtin e gjallë. E kam parë atë të revolucionarizoj jetë njerëzish kudo nëpër botë. Dikur këta të krishterë jetonin në një shtërpësi shpirtërore. Por më pas, ata u ballafaquan ndershmërisht me Krishtin dhe i rrëfyen mëkatet e tyre, që i ngacmonin vazhdimisht dhe të cilat i trashëgonin nga jeta e vjetër. Jezusi i transformoi ata dhe ai mund t'ju transformojë edhe ju. Kjo nuk është një jetë e përsosur, por është një jetë e vërtetë. Nuk do të thotë një jetë e lehtë, por është një jetë e gëzueshme. Në qoftë se jeni të lodhur nga jeta e dyfisht, kërkojini Jezusit t'ju bëjë një person të plotë.